lidhje mes njëna tjetrës. Dina se gjithë lidhje që i kanë koha, masaksisht surrajt me qeverin Kurti, edhe në besoj që ata... Dhe po thua, që ka qenë planifikuar, ka do lajmi më pas në shkrimet pasaj? Po, unë në media, në kësi situata politikë nuk besoj në koincidencë, që gjithë shka ka rrjedhë që ashtu natërshëm, sa që një lajmë ka dalë për para, ata një tjetëri ka dalë Në koha pas dalë edhe një SMS? Po, dhe më thënë, unë besoj që ka qenë kështu e planifikume për me u ndërtu narrativa politike, që nga kanë afer për që këj grupi tjetër në LDK nuk për e len me ba. Po qërë, kjo e vendosë, kjo e konvenon të dyve partive, edhe LDK-s... Se i konvenon LDK-s, hajde me vendosë se LDK-s i konvenon. Për LDK-s i konvenon. Aha, okej. Sepse... Ishe jetu full për LDK në dhe vendosë. Tashtë kemi një LDK e cila nuk është e gjetë kryetarin e ri ose leadershipin e ri, për është e gjetë ka për të me shku, apo të me shku me hinë koalicion, apo për të me najtë në pozitë, për të me luqë në pozitë. Se për thu tje den, ku për do me shku LDK janë qëtë moment? Nuk përshët që është të e gjetë një rrugë brana vetës, për është e gjetë një rrugë gjithëshysht e partit tjera mu kapë. Që unë menej që nuk i vynë LDK në qëtë moment, e vynë me gjetë vetën partisë se qka për të me bënë, se qka të qëndranë, se sa shpër momente nuk e dim se qka qëndranë. Po që kjo qështje, zëtëri Arifi, të puna e narrativës realisht, nëse i përcjellëm paka shumë qysh ka ndodhë kjo dhe qysh erë, do me thonë, rezultati final, titujt e gazetav, nëse s'gaboj me zëtëri Shalni, kena diskutu edhe me zëtëri Krasnishin, atëherë ka të drejt me mendu publiku që ndërtu një narrative t'ilë ku LDK-ja del partia cila për blokon pushtetin momentalisht. Po flasë për dikon që nuk jenë thellë me studiu politikën, thjesht për formën që apë ndodhët qysh po reflektot media, tani. A shumë e qarë që lëvizja vetë vendosë dhe Kurti që nga dita e parë, edhe në gjedet e kaluara, edhe tash, luftë nuk e ka me kriju institucione, po luftën e ka me gjetë fajtor për blokim të institucioneve. Nëse qytetari i Kosovës nëndë nuk e ka kuptu këtë narrativ, kemi me pagu qmime edhe disa herë. Është lëvizja vetë vendosi që bën blokimin e institucioneve. Mas pari, kjo është ndër deklaratat ma absurde, që dën Albulena shpesh me dhonë deklaratat absurde, se ju kom dhonë partive kohë. Mas pari, rezultatet dihen, rezultatet janë ditë... A i kanë dhënë vetës kohë, a kanë folir me dikë dhe në këto momente, nëse me LDK nëse kanë marrëveshje? Kjo këto ka thonë se Kurti ka thonë që ashtu nuk ka të bëj kjo kur këtë si ka thonë kjo kohë, se Kurti nëse e thotë sot e bënë seancën, na këtu po jetojmë. Mas pari, absurdi situatës është, me 15 qershor janë ditë rezultatet zgjedhore. Prej 15 qershorit, deri me 5 apo 6 korrekt kur u bo certifikimi, ka pas kohë mjaftueshme në biseda informale me gjithë marrëveshje politike, me bo qoftë me PDK-n, qoftë me LDK-n, nuk as që ka ndash në folë për këtë temë. E ka bo atë show, kishe pëjtë ras. A ka si në vetëm show, me i thonë qytetarëve që po bëj përpjekje dhe nuk ka asë një angazhem. Kosova i ka 120 deputet. Lidhja Demokratike e Kosovës i ka 18 deputet. Lidhja Demokratike e Kosovës, apo Partia Demokratike e Kosovës, vetëm as nuk mundet me i kriju, as aleanca, as nuk mundet me i kriju institucion. Por, me gjitha të Arifi, po shfrytëzoj nga mundësia që të kemi këtu në studio, ka zëra se ka një kurzim nga minoritetet jo sërbe për Kurtin që i njëjti të zgjedhë fillimisht presidentin e më pas të krijojë qeverisjen.